qelësi i xhennetit. Xhenneti ka derë, dera e tij ka nevojë për qelës, dhe qelësi i xhennetit ka 4 dhëmb. Dhëmbi i parë, pastërtia e zemrës nga dyshimet, paragjykimet, politeizmi dhe tradhtia. Dhëmbi i dytë, pastrimi i gjuhës nga gënjeshtra, përgojimi, ofendimi dhe thashethemi. Dhëmbi i tretë, pastrimi i barkut nga ushqimet e ndaluara haram dhe nga ato të dyshimta. Dhëmbi i katërt, pastrimi i punës nga mburrja dhe hipokrizia. Nëse dhëmbët e qelësit janë të rregullt, ai e hap derën për ty që të hysh në xhennet dhe të shohësh në të mirësitë të cilat as syri nuk i ka parë, as veshi nuk i ka dëgjuar dhe as në mendje nuk janë menduar. Qofshim prej banorëve të xhennetit.